Agjencia Shtetërore e Kadastrës ka reaguar dhe ka sqaruar vendimin e zhvendosjes së kadastrës së Vlorës në Tiranë. Agjencia Shtetërore e Kadastrës thekson se zhvendosja bëhet për të përmirësuar shërbimin ndaj qytetarëve dhe se proceset kadastrale për disa drejtori vendore janë të lokalizuara në Tiranë, si pjesë e një modeli organizimi që synon optimizimin e burimeve njerëzore dhe proceseve administrative. Agjencia Shtetërore e Kadastrës vijon punën për përmirësimin e shërbimeve ndaj qytetarëve përmes thjeshtimit dhe lehtësimit të proceseve të brendshme institucionale. Prej kohësh proceset kadastrale për disa drejtori vendore janë të lokalizuara në Tiranë, si pjesë e një modeli organizimi që synon optimizimin e burimeve njerëzore dhe proceseve administrative. Të gjitha aplikimet kryen online përmes portalit e-Albania dhe shërbimet përkatëse ofrohen gjithashtu në mënyrë elektronike, drejt për drejt në profilin e qytetarit aplikues. Gjithashtu dokumentacioni i nevojshëm për trajtimin e aplikimit, përveç ngarkimit në sistemin elektronik, dërgohet përmes postës shqiptare pranë drejtorisë vendore, pavarësisht vendodhjes së saj, për t'u administruar dhe bashkëlidhur me aplikimin e kryer në mënyrë të rregullt dhe të standardizuar. Procesi i transferimit të drejtorive vendore në Tiranë ka nisur që në vitin 2021 me transferimin e Durrësit dhe Krujës për të vijuar më tej edhe me drejtori të tjera si Shkodër, Kavaj, Kamës, Vorë dhe tashmë Vlorë. Në kuadër të rritjes së efikasitetit dhe të mirë administrimit të proceseve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi, edhe pjesa e mbetur e punonjësve në qytetin e Vlorës po zhvendoset në Tiranë. Ky riorganizim synon për shpejtimin e trajtimit dhe unifikimin e praktikave të punës. Fal digitalizimit dhe përdorimit të sistemeve të avancuara, një jurist mund të punojë të gjithë dokumentacionin ligjor dhe një hartograf mund të kryejë reflektimet hartografike në sistemet përkatëse, pa qenë prezent fizikisht në territori në të cilin ndodhet prona apo aplikuesi. Sqarojnë banorët e Vlorës se jemi të përkushtuar për të përmirësuar cilësinë e shërbimeve kadastrale, për të rritur ritmin e legalizimit të ndërtimeve informale, si dhe për të përfunduar procesin e regjistrimit fillestar në zonat e mbetura në të gjithë qarkun e Vlorës. Agjencia Shtetërore e Kadastrës mbetet e angazhuar që përmes digitalizimit të proceseve të ofrojë shërbime gjithmonë edhe më të shpejta, transparente dhe të besueshme për çdo qytetar në çdo drejtori vendore.